Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit ka publikuar të dhënat e deklarimit të pasurisë nga zyrtarët publik për vitin 2024. Si më poshtë ne po rendisim të dhënat e pasurisë për presidentin Vjosa Osmani, kryeministrin Albin Kurti dhe ish kryeparlamentarin Glauko Njufca. Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka dorëzuar deklarimin e pasurisë për vitin 2024 pranë Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, duke treguar një pasqyrë të thjeshtë financiare në krahasim me zyrtarët e tjerë të lartë të shtetit. Sipas të dhënave të paraqitura në formularin e deklarimit, Kurti jeton në një banesë me qira në Prishtinë dhe nuk ka në pronësi asnjë pasuri të paluajshme në Kosovë. Sipas deklaratës së publikuar, Kurti ka shtuar vetëm 250 euro në kursimet e tij, krahasuar me një vit më parë. Aktualisht ai ka të deklaruara 1.800 euro para të gatshme të kursyeara nga paga e tij si kryeministër, ndërsa në deklarimin e vitit të kaluar kishte 1.550 euro. Kryeministri ka deklaruar të ardhura vjetore neto në shumën prej 20.278 euro nga pozita e tij si udhëheqës i qeverisë. Në formularin e pasurisë ai nuk ka deklaruar ndonjë të ardhur tjetër nga ndonjë aktivitet profesional apo mëditje nga udhëtimet zyrtare jashtë vendit. Kjo tregon se përveç pagës, Kurti nuk ka përfituar nga ndonjë burim tjetër financiar gjatë vitit të kaluar. E vetmja pasuri e paluajtshme e përfshirë në deklarim është një banesë 67 metra katror që gjendet në Norvegji dhe është në emër të bashkëshortes së tij. Vlera e kësaj prone është deklaruar 400.000 euro dhe është blerë në vitin 2018. Sipas deklaratës, kjo banesë është blerë me kredi afatgjat që zgjat deri në vitin 2052. Kurti ka deklaruar se për këtë kredi janë ende për të paguar 170.000 euro. Kjo banesë është pronë ekskluzive e bashkëshortes së tij, e cila është e punësuar në Institutin Norvegjez për çështje ndërkombëtare. Bashkëshortja e kryeministrit ka deklaruar të ardhura vjetore prej 44.100 euro nga puna e saj pranë NUP-it, ku mban një pozicion të lartë akademik dhe profesional. Kjo shumë e tejkalon ndjeshëm të ardhurat e Kurtit, duke reflektuar një kontribut të rëndësishëm financiar në ekonominë familjare të çiftit kryeministror. Kurti ka bërë të ditur po ashtu se ai paguan një qira mujore prej 250 eurosh për banesën ku jeton në Prishtinë. Kjo qira është një nga shpenzimet e rregullta, të cilat ai e ka deklaruar në formularin e AKK-s. Ai nuk ka përmendur ndonjë borxh tjetër apo kredi, përveç detyrimit të lidhur me kredin për blerjen e banesës në shtetin norvegjez, e cila siç përmendet më lart është në emër të bashkëshortes së tij. Në krahasim me deklarimet e pasurisë së zyrtarëve të tjerë të lartë, përfshirë presidentin Vjosa Osmani, pasuria e Albin Kurtit paraqitet tepër modeste. Ai ka zgjedhur të jetojë me qira dhe nuk posedon as vetur, as prona të tjera në emrin e tij. Kjo e bën atë një nga zyrtarët më të thjeshtë në aspektin e pasurisë të deklaruar në skenën politike të Kosovës. Presidenti i Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka bërë publik deklarimin e pasurisë për vitin 2024 në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit. Në këtë deklarim, presidentja dhe bashkëshorti i saj kanë paraqitur një listë të gjatë të pasurive të patundshme dhe burimeve të ardhurave, përfshirë prona në Kosovë dhe në Australi, të cilat arrin vlera të konsiderueshme. Sipas dokumenteve të dorëzuara, çifti posedon një banesë në Kosovë të blerë për më shumë se 59.000 euro. Përveç kësaj, ata janë pronar të një shtëpie që kap vlerën prej 170.000 eurosh dhe një parcele toke që kushton 35.000 euro. Po ashtu ata zotërojnë një garazh me vlerë 6.000 euro. Në deklarim përfshihen edhe dy prona të tjera të banimit. Njëra është një pronë e përbashkët me vlerë 190.000 euro dhe tjetra një pronë që gjendet në Australi, e cila është blerë për 510.000 euro. Prona e fundit përbën vlerën më të lartë e raportuar nga presidentja në këtë deklarim. Sa i përket origjinës së mjeteve për blerjen e pronës në Australi, Osmani ka sqaruar se fondet janë siguruar nga disa burime të kombinuara përmes shitjes së një prone më të ershme, po në Australi, e cila ishte në pronësi të bashkëshortit të saj, trashëgimi nga prindërit e tij, kursime familjare, si dhe ndihmë financiare nga të afërmit. Në emrin e saj personal, presidentja ka deklaruar edhe një parcel toke të blerë në vitin 2016, e cila ka vlerën 35.000 euro. Përveç pasurive të patundshme, në deklarim përfshihet edhe një vetur në pronësi të bashkëshortit të saj, që vlerësohet në 10.000 euro. Presidentja ka deklaruar edhe dy kredi aktive, njëra me vlerë prej 40.000 euro dhe tjetra prej 16.000 euro. Në deklarimin e saj, Osmani ka bërë publike edhe të ardhurat vjetore.
ajo ka realizuar një të ardhur neto prej 33.104 euro nga pozita e saj si presidente e Republikës së Kosovës. Përveç kësaj, nga mëditjet për udhëtime zyrtare jashtë vendit, ajo ka përfituar mbi 11.500 euro, ndërkohë bashkëshorti i saj ka deklaruar të ardhura vjetore në shumën prej 11.068 euro. Ai gjithashtu ka përfituar 12.500 euro nga qiraja e shtëpisë në Australi dhe një shumë mbi 19.000 euro nga një vendim gjyqësor në Ministrinë e Punëve të Jashtme, ku ka punuar më parë. Bashkëshorti ka përfituar edhe rreth 2.800 euro nga mëditjet për udhëtime zyrtare. Deklarimi i pasurisë është një obligim ligjor për zyrtarët e lartë publik në Kosovë dhe shërben si një mjet për të përforcuar transparencën dhe luftën kundër korrupsionit. Presidenti Osmani përmes këtij veprimi ka respektuar afatin ligjor për dorëzimin e kësaj deklarate dhe ka dhënë një pasqyrë të detajuar të pasurive dhe burimeve të saj financiare, por edhe të bashkëshortit. Agjencia për parandalimin e korrupsionit në Kosovë ka publikuar deklarimet e pasurisë për zyrtarët e lartë institucional, përfshirë edhe atë të deputetit dhe ish kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Klau Konjufca. Deklarimi i dorëzuar më 31 mars 2024 pasqyron pronat dhe të ardhurat e Konjufcës gjatë vitit të fundit, duke përfshirë këtu pasuri të paluajtshme, kursime dhe të hyra nga funksioni publik. Sipas të dhënave të publikuara nga AKK-ja, Konjufca posedon një sër pasurish të paluajtshme në emrin e tij dhe të familjes, përfshirë një banesë, një shtëpi, tokë, një depo dhe një hapësirë për parking. Vlerat e deklaruara për këto pasuri variojnë nga 6.000 euro deri në 92.000 euro. Këto prona janë të ndara në disa lokacione dhe përfshin edhe pasuri që kanë qenë në pronësi të prindërve të tij. Në aspektin financiar, Konjufca ka deklaruar kursime në llogarinë bankare që kalojnë vlerën prej 7.000 eurosh. Ai nuk ka raportuar ndonjë borxh apo kredi aktive në momentin e deklarimit. Sa i përket të ardhurave vjetore, Klau Konjufca ka njoftuar se gjatë vitit të fundit ai ka përfituar mbi 30.000 euro nga paga si kryetari i Kuvendit të Kosovës. Ai ka ushtruar këtë funksion për një periudhë prej 4 vitesh, gjatë së cilës ka qenë një nga figurat kyçe në jetën institucionale dhe politike të vendit. Nuk është raportuar sa ka ndonjë ardhur shtesë nga mëditjet, aktivitetet e tjera profesionale apo ndonjë përfitim nga pronat e dhëna me qira. Kjo e bën pasurinë e Konjufcës që të jetë relativisht e qëndrueshme dhe pa rritje të shpejtë ose të papritur, siç është parë ndonjëherë në deklarimet e zyrtarëve të tjerë. Deklarimi i pasurisë përbën një detyrim ligjor për të gjithë zyrtarët e lartë publik në Kosovë dhe synon të rrisë transparencën, besimin publik dhe të ndihmojë në luftën kundër korrupsionit. Në këtë kontekst, raportimi i Konjufcës vjen si një akt përmbushjeje e obligimeve ligjore dhe si pjesë e angazhimit për llogaridhënie publike.